Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e 10 prill 2025. Dashi. Edhe një herë, çështjet profesionale mund të trajtohen me inteligjencë të madhe. Pasditja sjell pozitivitet. Demi. Situata në punë është premtuese edhe nëse jo të gjithë kanë guximin të hedhin një hap të madh, një ndryshim të rëndësishëm. Në dashuri do të jeni shumë bindës, fjalët hapin dyert e zemrës. Binjakët. Veprim shtytës dhe proaktiv në sektorin e biznesit dhe punës. Nëse jeni i pavendosur midis dy tregimeve ose duhet të falni dikë, ideja e duhur vjen. Mos harroni, zemra gjithmonë duhet të thotë fjalën e fundit. Gaforja. Ju keni një ditë shumë pozitive përpara. Progres në fushën praktike, zgjidhjet në jetën shtëpiake, kushtojini vëmendje vetëm çështjeve juridike ose ekonomike. Luani. Miqësia është gjithashtu një formë dashurie. Dikush po pret përgjigjen tuaj. Virgjeresha. Beqarët duhet të jenë më pak të kujdesshëm. Tani është absolutisht e nevojshme të merreni edhe me punën. Peshorja. Ata që kanë një punë të përhershme janë të lodhur ose flen pak, ose janë me një njeri që teston durimin e tyre gjatë kësaj periudhe. Shumë keq shpenzimet, merrni kohë për veten tuaj. Akrepi. Momente hutimi në historitë që kanë lindur në një mënyrë të pasigurt. Dita shkakton pak siklet. Shigjetari. Ka ardhur koha për të dëgjuar veten, jeni të besueshëm, konkret dhe të vendosur. Do të kuptoni se çfarë nuk funksionon më në vendin e punës. Britsjapi. Kjo ditë të çon në situata jetese në një mënyrë tepër nervoze dhe për të siguruar jetesën tënde rrezikon të humbësh durimin. Disa duhet të çlirojnë zemrat e tyre nga një gur. Ujori. Është koha për të dalë, për të parë njerëzit dhe për t'u rikthyer në kontakt me natyrën. Planet për të ardhmen e të dashuruarve nuk pengohen. Peshqit. Emocionet vlejnë dy fish, mos e nënvlerësoni një takim sepse mund të bëhet diçka më shumë. Puna jep ogur të mirë, idetë po fitojnë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.